Promovim libri. Kuvendi Komunal në Pej mbajti promovimin e librit në ndërim të një personaliteti të shquar, ku zhvillua në një atmosferë respekti dhe mirënjohje për veprën dhe për kushtimin e tij, i cili mbeti një zë i fuqishëm i mërgatës shqiptare. U promovua monografia e autorit tashmë të ndjer, Avdyl Taraku, Zëri i mërgatës, me redaktor Skënder Hoxha dhe Sadik Bicaj, si dhe recenzent Agim Desko. Kjo vepër dokumentare sjell jetën dhe veprimtarinë kombëtare, krijimtarinë letrare, kontributin e çmuar të Avdyl Tarakut. Në ndërim të tij të pranishmit mbajtën 1 minutë heshtje. Promovimi u hap në një atmosferë të qetë e të ndjerë, me vargjet e artistit dhe aktorit të mirënjohur Rustem Latifaj, të shoqëruara nga tingujt e butë të violinës së poetit Ferhat Shala, duke krijuar që në fillim një ndjesi të thellë artistike dhe emocionale. Shkruja një letër Evropës, si shte thëmun, për hatrin tim e të Zotit, se bali po me qëtë tym, e ndëm si tërbuar në përdhom, natën ri pa gjumë, me tha Binak bregu i bjeshvet nemuna. Shkruja shpejt e shpejt sa nuk është vonë, se ti din ma mirë se unë, e dija është dije vetëm kur i ndihmon dikujt, e dielli është diell kur shëndrit mbi tokë, Evropë s'ja bën me dije shkurt e trup, të mos na hyjë në hak, të mos mbjell sherrëk verë në tonin prag. Bërë këtë punë për mua se bashkë jemi rrit, në bjeshke në vri, e kur të vegjelishim thonë, në gjitën i nane, qumsht kemi pi. Bojri gja pash toke qil, mos mi shtrëmbo fjallet, mos ju jep kodër pas bregu, se jënë zojsh të zemrësime që ma qojnë shpirtin në dritë, e i thuj me zët e lartë si krisp, mos bëjme ne politikë. Mos na shit se kushtojmë shtrejt, 100 vjetë gjak kushtojmë, mos e ndaj trupin ton nga shpirti ynë, mos livron e tokën ton me pluk të huj pa pytur të zonë, mos shkep farë mbi eshtrat e gjyshve tonë se krisma mbinj, se nuk jemi si dikur në tokën ton argat të huaj. Por jemi pyll i ri, rritur me hazë, mbi shkretiren e gjakut ton, s'kemi brak ku ta thejmë qafen, veten s'kemi ku ta vrasim, përveç këtu ku na lanë të paret, ku i kemi të përlidhura rrenjët me seshtrav të shkëmbitat e babalarve tanë. T'lutem brebur, mos mi lo fjalet, po i thuj Evropës, të qonë të fala Binak bregu, i bregu gjakut vetë. Mos pëshkel në buk, mos pëshkel në gjak, mos pëshkel në tokë, mos mullë me skorba si që bëra atër kur ishim shtalbor, kur i kishim dhëm që mështor, kur e kishim vetëm shpirtin në përdhem, kur as jetë as dekjas në pranonte, se dhe ne i kemi 2 dur për një kohë. Baje me ndë thuaj, se në rëfonën e gjdo fjale, dritareve të gjdo kule, rokjeve të gjdo kënge, lodve të gjdo gjeme, e bojmë nga një libër të hapur, edhe nga një hut, për derë të majmë, librat për t'i mësuar nipat, se si duhet të punohet e si duhet të vdiset kur duhet për këtë tokë, e hutat për t'i zbrapsur bishat që na bëjnë kërdinët ufë, i mbajmë për shpirt të mos desim, pa u përqafuar ma ato bishat e egra që na shparosen si dikur. Binak bregu i bjeshve të demuna. Faleminderit. Në vijim, fjalen mori recenzenti i librit, Zotri Agim Desko, i cili paraqiti një vështrim të thelluar, kritik e letrar mbi biografin
duke e ndriquar me finesë figurën, jetën dhe veprimtarin e Avdyl Tarakut, si një zë i rëndësishëm i mërgatës shqiptare. Të nderuar familjarët e veprimtarit Avdyl Taraku, mirë se keni ardhur. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur. Në historinë e popullit të veçel, mbështetja e mërgatës ka qenë jetike për mbjetesë, për faqësim dhe afirmim ndërkombëtar. E tillë ishte edhe mbetet edhe mërgata shqiptare, veçanërisht ajo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë, ku individ me vizion për kushtimi kombëtar si Avdyl Taraku bën që zëri i Kosovës të dëgjohen në qendra më të fuqishme të ndërmarrjes botërore. Kjo monografi sjell në vëmendje një figurë të denjë, e cila me dignitet e guxim u bë urë lidhëse mes hallëve të kombit dhe aktivitetet kulturore në Evropë. Me veprime konkrete dhe një dokumentim shembullor të gjendjes së kombit tonë, Avdyli bëri shumë për të mbrojtur me ngulm të drejtën e shqiptarëve për liri dhe shtetësi, në kohën kur kërkesat tona ende nuk gjenin jehon ndërkombëtare. Avdyl Taraku është pinjoll i një familje adhetare, që brez pas brezi dha shumë Kosovës, me luftëtar e dëshmor. Një prej tyre ishte Hazir Ali Taraku, nga Barani Epërm, i cili në vitin 1910 përballoi me guxim Xhafer Tajar Pashën. Me urtësi dhe një taktik të mençur, Haziri e detyroi Pashën të largojë përgjithmonë nga lugina e Baranit. Sakrificat e kësaj familje vazhduan edhe më vonë. Në vitin 1999, nga forcat serbo-qetnike të Miloševićit u përshkatuan 3 nipat e Hazirit, Sadik Recep Taraku, Ismet Haxhi Taraku dhe Nexhat Skënder Taraku. I brumosur nga ky trashëgim i gjallë adhetar, Avdyli pas largimit të dhunshëm të shqiptarëve nga radio televizioni i Prishtinës detyrohet të marrë rrugën e mërgimit dhe vendoset në Suedi. Ai e mori me vete bagazhin e pasur të patriotizmit të trashëguar nga të paret, duke përcjell këtë frym edhe tek fëmijët e tij. Për te, jeta kishte kuptim vetëm në dashuri, sinqeritet dhe përgjegjësi ndaj familjes dhe adheut. Me artin e tij, në poezi, drama dhe shfaqje kulturore, ai u mësoi fëmijëve se arti është një gjuhë që shkon përtej fjalëve dhe prek zemrat e njerëzve. Në Suedi, Avdyli u bë njëri nga themeluesit e SHKA-s Shqiponia Dardane, në qytetin Fozllov, ku për vite me radhë ishte edhe kryetar. Aty nisi të krijonte vargje e këngë, gjithmonë në shpirtin dhe mendjen të lidhur me vendlindjen dhe me fejen e tij të dashur. Monografia Zëri i mërgatës shtyllë e kauzës shqiptare është dëshmi e një rrugë të gjatë për lirinë dhe përparimin e Dardanisë, rrëfyer prej një njeriu që edhe pse jetoi larg, mendjen dhe zemrën i pati për herë pranë kombit të vet. Një mendimtar ka thënë, popujt e vegjël kanë mendimtar të mëdhenj. Edhe pse populli ynë është i vogël për nga numri, ai ka nxjerrë figura të mëdha, mendimi e veprimi. Një prej tyre është edhe figura Avdyl Tarakut, emri i të cilit gjendet në shumë gazeta, revista, duke dëshmuar për kushtimin e tij për kulturë, art dhe kauzë kombëtare. Në bërgim, larg në trup, por afër me mendje e zemër. Ai barte brengat dhe shpresat për të ardhmen e Kosovës.
Edhe pse sot Kosova është e lirë, rrjedhat politike shpesh nuk kanë përmbushur aspiratat dhe shpresat e sakrificave të mëdha. Prandaj kjo monografi është me shumë se kujtesë, ajo është frymëzim për brezat që vinë, që të mos ndalin kur se dashururi dhe se mbrojti vendin e tyre. Monografia Zëri i Mërgatës nuk është thjesht një rrëfim biografik për jetën e tij dhe veprimtarinë e Abdul Tarakut, por një dëshmi për rolin e pazëvendësueshëm të Bërgatës shqiptare në ruajtjen e identitetit, në mbështetjen e lirisë dhe në afirmimin e çështjes kombëtare në botë. Përmes saj pasqyrohet modeli një individi megjithse i larguar dhunshëm nga adheu, nuk e ndërpreu asnjëherë lidhjen me të, duke shndruar jetën e vet në shërbim të kombit. Në këtë aspekt, monografia ka vlerë të dyfisht, historike dhe edukative. Historike sepse dokumenton një periudhë dhe një kontribut që nuk duhet harruar. Edukative sepse frymëzon brezat e rinj me shembullin e përkushtimit, dashurisë dhe përgjegjësisë qytetare e kombëtare. Kjo vepër e bën të qartë se liria dhe shteti nuk janë arritje të përfunduara, por procese që kërkojnë angazhim të vazhdueshëm. Shembulli i Abdul Tarakut mbetet një thirrje reflektimi që brezat e sotëm e të ashëm të mos e lënë kurrë të shuhet ndjenja e përkatësisë dhe sakrificës për atë. Më pas me një përshëndetje të veçantë, u paraqit edhe veprimtari i Akademisë Shqiptare Amerikane, Zotri Shaban Gashi, i cili vlerësoi kontributin dhe trashëgimin që i la pas i ndjeri. Ju përshëndes të gjithëve. Shpresoj nga rasti të devijoj pak për ato që ka po do më thonë minutat e parë. Për ato që s'më njohin, unë jam Shaban Gashi, i lindur në Pej, kom fillu jetën në Zastau, fabrikë të autopjesëve, isha kryetari i rinisë dhe antari kryesisë i rinisë Kosovës, edhe 40 vite merrna në Amerikë, me çështjen politike, kombëtare, këtu që jam marrë vesh me politikë, nuk jam i kësaj fushë, i lamis shumë, i letërsisë, i poezisë, i artit. Më falni se pak po devijoj, neve jemi 1 milion shqiptarë në Amerikë, është pak më shumë. Në 24 marsi është dita e Kongresit Amerikan, ku kem drejt shkojmë një grup shqiptarëve, se kur gjitha kombet, edhe i çpalosim hallet tona. Nër ata 10 milion zgjidhen ka një 10 vet një delegacion, edhe shkojmë në Senat. Kom pas rastin 1-2 herë edhe unë shkoj me ta me Eles Bibirin, Martin Vullën, Diogardin, mos mi përmend me emrin tash. Po ngërçi më i madh ishte se pe ne 10-ve kishim u taku me 5 senator. Tu që i përfshishim 10 vet, ka 50 senator, po ngërçi më i madh ishte se kisha me fol vetëm 5 minuta. Si t'ja shpjegoj në çështjen time për 5 minuta, krejt kombit shqiptar një senatori. Po mundojsha në temën mi zgjidha topikat kryesore. E tash, mas t'i devijimi, po kthehem tim, që po do më thonë. Prapë sa dhe kom një ngërsh para juve, se këtu janë senatorët e dijes, janë aktorët, janë poet, janë akademik, janë letrarët, janë mediat, por si do qoftë dhe nga bofsha pak, këtu 50% ma farë një gabimin, kërkoj falje. Thash në fillim që jemi lindur në Pej, edhe po kthejmë të familja Taraki, e një shumë mirë këtë familje rastin, Pej fëminije. Do me thonë që kjo nuk do me folë shumë,
Sa i përket çështjes kombëtare, kjo familje s'ka lënë kur gjë mungi në jetën e vet. As një mashkull, as një femën, as një antar i kësaj familje kur. Edhe nuk di mi shpjegu ma mirë se Zoti Deski që e tha, e për mës me gabu, diçka mës me ja prish edhe Deskut në fjali, viç po thëmë që familja Taraku ka qenë numër 1 dhe s'ka bo kur një lëshim se e përket çështjes kombëtare kur. Edhe kem besim të ta gjithë që nuk do ta lejojnë kur ta bojnë një gabim. Për mës mi zotë shumë, që thash jemi le mpej. 40 vjetë jë mpej, 40 New York të Amerikës. Për 40 vjetë këmë mësu shumë mpej. Po për morim një ma thjeshtën. E mësova në pej që për janë mas nami po të asëqin baklavën me hongër, o mëlsinën. E tash, po lidhem të që kjo mëlsin. E përgëzoj Garasti, autorin e këtij librit, edhe familjen Tarakaj, dhe gjithë juve, senatorët e dijes, aktor, letrar, media, gazetar, akademik, për këtë punë shkëlqyshme që po bëhet. Kjo është një dritë e madhe që dhezet në kombin shqiptar, që na vyn gjithë dhe jetë historinë e dokumentave të kombit shqiptar. Për ata e lash në fund, mi përshëndet me umëlsinë si me baklavën gjithë juve. Edhe njerë faleminderit, shfrytëzojnë Garasti, t'ju përshëndes, t'ju përroj gjithëve suksesin këtë punë nga Akademia Shqiptar-Amerikane e Arteve e Shkencave për SHBA me selinë në New York, i cili jam edhe unë përgjegjës politik për botën e jashtme pranë kësaj akademie, ju sjell urime, ju përgëzoj sukses dhe gjithat mirat në jetë. Dhe krejt në fund, do të thëmë, Zoti e bekohet mas pari popullin Amerikan, edhe stafin e presidentit Clinton, cilët janë gjallë hala, dhe Zoti e bekohet edhe popullin shqiptar. Ju faleminderit. Atmosfera artistike vijoj me interpretimin e aktorit të mirë njohur, Zotri Halil Tetaj, i cili solli një interpretim të ndjer, artistik të shoqëruar me violin, duke i dhënë promovimit një dimension edhe më të thellë emocional. Ismail Kadare, vdekja e generalit. Ai hesht, lidhur me hekura e zhingjir, në floket pluhur gjak e thinje, në syt shkëtir. Fol general, thret sultani zhi, shpetoj e ymrin e Zotit Golem Mojshi. Sa të rënd zhingjiret, sa të mpira gjymtyret, sa e rënd frymarrja. Pse nuk flet general Golem, pse? Ti vdeku nuk je, ti mejt nuk je. Përgjigjet aherë generali me nam. E jam i vdekur, përderisa sonë të këtu jam. Sultani hesht e hesht. Generali pas ka vdekur, hidhua një bishave në kafaz, kërkëllim zhingjiresh, frimarrje luanësh, ullërima, lemeri, general Mojshi, general Mojshi, general, faleminderit. Kulmi i këtij promovimi u arrit në momentin më prekës, kur vetë fëmijët e të ndjerit dolën për të shpalosur vargje, ku
kujtime dhe mesazhe për kushtimi për baban e tyre. Me radh vajzat dhe djemt, Lirie Berisha, Nora Berisha, Ilir Taraku dhe Bujar Taraku ndanë më të pranishmit copëza kujtimesh të mbushura me mall e dashuri si dhe krenari për babain e tyre. Përshëndetje gjithve, ju falenderojmë së pari për ardhjen e juaj, përzemërsisht. Kam shkruar 2 reshta për babin tim. Na falni nëse kemi pak emocione, se është një rast i rrallë, si kur babi t'ishtë pranesh, do t'ishte diçka ma dinamike, ndoshta, por emocionet po e bojnë vetën tani. Krenar për ty, poet i shpirtit, etjen tënde për vargje e mbaj mend si dje, ato fjalë që lindin nga një zemër e pastër, që flisnin gjithmonë për vendlinjen, atë vend që e deshte aq shumë. Çdo resht që hidhjen në letër, ishte frym, ishte mall, ishte dritë. Syt e tu të qeshur, për të mbushur me trishtim, tregonin më shumë se çdo fjalë, sa shumë i etur ishe për vendin tënd. Heshtja jote, ajo heshtje e thellë, ishte vendi ku lindin vargjet. Diku mes frymës e mendimit, derisa letra merrte frym nga dora jote. Tani, babi im i dashur, ato copa letrash me vargjet e tua të papërfunduara, i kemi mbledhur me kujdes. Unë, motrat, vëllezërit e mi, bashkë me mikun tën, Zoti Agim Desku, kemi nisur rrugën që librin tën të lënë për gjys, ta bëjmë realitet. Me mall të thellë e zemër të thyer, po e vazhdojmë rrugën tënde, babi. Atë që smundja ta ndërpreu në mes, por krenaria për ty nuk shuhet kur. Ti je njëri i vlerave të rralla, i vërtyteve që pak kush i mban. Tani me ngjysmën e shpirtit tën, nënën tonë, që as në botën e parajsës nuk të la vetëm, na ndriçoni rrugën çdo herë kur kemi nevojë. Përjetësisht, falenderues që ju ishit prindrit e tanë, dhe tani jeni engjëj që na prekni shpirtin, dhe na shëroni plaget me duart e juaje engjëllore. Të paharrueshëm mbetshit prindrit e tanë, ju dojnë bijat dhe bijat e juaja, deri në ditën e ribashkimit. Ju falenderit. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur dhe faleminderit që jeni bërë pjesë e këtij promovimi. Për mua është një nder dhe një emocion i veçantë që sot të jem këtu si vajza e autorit, Abdyl Tarakut. Poezia që do ta lexoj mban një vend të veçantë në zemrën time. Sepse babaj më ka kushtua mua. Ju ftoj ta dëgjojmë së bashku poezin Atje larg është vendi im. Atje larg është vendi im, mbuluar me vuajtje dhe piklim. Pse u largova nga votra? Pse ti babi me mashtrove? Por se di, deshe apo gabove. Ju babi keq veprua, që këtu në vend tuaj na prua, këtu nuk mund të rrim gjithmonë, se nuk është këtu votra jonë. Jo, sa do bukur që ta kam, kës është vendi im, këto si janë lullet e mia, kjo s'është votra ime. Atje large la shtepin, për t'i harruar pra nuk banë. Me falë pra o vendi im, kur të lashun su mërzita, se isha e vogël dhe gja nuk dita. Nën e dashur kështu pse m'le, rrugët e botës pse mi dhe. Atje u linda për sorrita, vaj me det çfar fati pata, atje larg me qeli nata, atje larg është vendi im, atje shpirti me kam bet, atje do kisha gzim,
atje dua të shkoj për jetë. Unë jam Biri babaj tim. Një njeri që gjithmonë në mësoj se jeta merr kuptim vetëm kur jetohet në dashuri, me sinqeritet dhe me përgjegjësi ndaj vetës dhe familjes. Ai vinte nga një familje ku fryma e patriotizmit ka qenë gjithmonë e gjallë, edhe atëherë kur jeta sillte vështirësi e sfida. Nga ai trashëgova krenarinë për përardhjen time dhe ndjenjen e fortë të lidhjes me vendin tim. Babai im nuk fliste vetëm për dashurinë ndaj atëherë, ai e jetonte atë. E shprehte përmes artit, në poezi, drama dhe shfaqje kulturore. Ai më mësoi se arti është një gjuhë që shkon për te fjalëve dhe prek zemrat të njerëzve. Kjo meti për mua rrëfyrës i jetës. U rrita duke e parë babain tim si frymëzues, jo vetëm për familjen tonë, por edhe për njerëzit përreth. A gjithmonë na inkurajonte, na jepte forcë dhe besim. Dashuria e tij për nënën dhe për ne 7 fëmijë ishte e pafund dhe e shprehur hapur. Në poezi, në kujtimet e shkruara për çdo ditëlindje, dasme apo gëzim familjar. Kush jam unë sot, lidhet drejt për drejt me atë që ishte babai im. Jam biri i tij, bartës i vlerave që ai më ra trashëgimi. Jam një njeri që përpiqet të ecë në jetë me të njëjtin sinqeritet, me të njëjtin dashuri për familjen dhe me të njëjtin respekt për rënjet nga vi. Shumë faleminderit. Sot jam i mbledhur për promovimin e librit që ai ka shkruar. Për ne, ky nuk është vetëm një libër. Ky është një pjesë e jetës së tij, e zemrës së tij dhe dashurisë së tij për atë kulturën dhe kombin tonë. Babai im ishte poet. Ai e donte shumë vendin e tij dhe ishte krenar për rënjet tona. Me poezit dhe shkrimet e tij, ai donte të na mësonte neve fëmijëve dhe nipërve e mbesave të tij, që të mos harrojmë kurrë se kush jemi, nga vim dhe sa e rëndësishme është të duam dhe të ruajmë kulturën tonë. Por unë sot nuk mujt të flasë për babain tim, pa përmendur edhe nënën time të dashur, që u nda nga jeta vetëm 6 javë pas tij. Nëna ime ishte mbështetja më e madhe e babait tim. Ajo ishte gjithmonë pranë tij dhe ishte krenare për gjithçka që ai shkruante. Edhe ajo e donte me gjithë zemër atë dheun, kulturën dhe traditat tona. Ata ndante njëjta vlera dhe të njëjtën dashuri për familjen dhe kombin. Sot na mungojnë shumë, do donim të kishim këtu me ne, por jemi krenar për gjithçka që na lan pas dhe për trashëgimin që do të mbetet për bresa që vijnë. Ata jetojnë në fjalët që shkruan, në vlerat që na mësuan, në familjen që krijuan dhe në dashurinë që dhanë. Dhe në fund, dua të them se edhe pse prindrit e mi nuk janë fizikisht mes nesh, ata kanë lënë pas vetëm. Për mua dhe për motrat e mia, e vllavin tem, është veç një ndryshim. Tani është emri i tyre. Sepse tashmë nëna ime është Tanimeto Berisha, ndërsa babai im i lidh Abdyl Tarakut. Faleminderit. Në emër të familjes, fjalën mori djali i të ndjerit, Ilir Berisha, i cili me emocion të thellë falenderoi të gjithë të pranishmit për respektin dhe ndërimin e treguar ndaj figurës së babait të tij. Të nderuar të pranishëm, miq të familjes sonë, bashkëpunëtar, krijues, profesor dhe dashamirë të kulturës shqiptare,
Sot zemra ime është të mbushur me emocion dhe krenari, të kësa shok këtë sallë të mbushur me njerëz që e kanë njohur, respektuar dhe vlerësuar baban tim. Më kujtohet një thënie që thuhet kot, miqt e babait janë pasuria më e madhe që trashëgojnë fëmijët. Ata jeni ju. Sot i gjeta këtu shumë prej miqve të tij, i gjeta pranë kujtimit të Avdyl Tarakut, pranë veprës së tij dhe pranë idealeve që ai mbrojti gjatë gjithë jetës. Babai ynë na rriti dhe na primosi në mërgim me dashurinë për adheun. Ai na mësoi ta duam flamurin kuqezi, ta ruajmë gjuhën shqipe, t'i nderojmë rrënjët tona dhe të mos harrojmë kurrë prej ngavimit. Në çdo ditë të jetës së tij, ai ishte shembulli i shqiptarit që jetonte larg vendlidhjes, por e mbante Kosovën dhe kombin në zemër. Për ne, ai nuk ishte vetëm baba, ishte mësues i dashurisë për kombin, i respektit për familjen dhe i përkushtimit ndaj vlerave shqiptare. Trashëgimia që na la nuk matet me pasuri materiale, por me emrin e mirë, me miqt e shumt dhe me veprën që sot po e përkujtojmë me nderim. Në emër të familjes Taraku, ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj. Falenderoj institucionet organizatore, redaktorët Skender Hoxha dhe Sadik Bicaj, recensentin Agim Desku, si dhe të gjithë ata që kontribuan që kjo monografi të shoh dritën e votimit. Prania juaj sot është nderimi më i bukur për jetën dhe veprën e babait Avdyl Tarakut. Faleminderit për respektin, miqësinë dhe kujtimin që mbani gjallë. Lavdi jetës së veprës së Avdyl Tarakut. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, familja Taraku ju falenderon nga zemra për pjesëmarrjen dhe respektin që i keni kushtuar kujtimit dhe veprës së Avdyl Tarakut. Mirënjohje të veçantë, sigurisht për redaktoret tashmë njeri ndjer Skender Hoxha dhe Sadik Bicaj, për recenzentin Agim Desku, për institucionet organizatore, krijuesit, profesorët, veprimtarët dhe gjithë ata që kontribuan në realizimin e kësaj monografie. Një falendrim i veçantë për mediat, në veçanti për Radio Televizionin Fontana, në veçanti për Bacen Zeq, i cili është sot këtu me ne, dhe përcolli këtë aktivitet kulturor. Le të mbetet kjo monografi një dëshmi e përhershme jetës dhe veprës së Avdyl Tarakut, një shqiptari që deshi adhon me zemër dhe përfaqësoi me dinitet në Mërgat.